emrim të programit sot se 2 herë fituam brenda natës, duke kaluar rezultatin dhe Arlind ti ke qenë dëshmitari gjithasaj që ke parë, ti pash dhe videot në Instagram. Marim lakmi që je aty, ke qenë, ke përjetuar ato emocione dhe je këtu për t'i ndarë edhe me shikuesit. Faleminderit shumë që sapo je kthy sot mëngjes nga Bratislava dhe je në studio. Faleminderit shumë edhe juve. Ka qenë kënaqësi me të vërtetë me përjetu një moment të tillë. Kam përjetuar shumë momente, sidomos në futbollin ndërkombëtar, por edhe në bazë të videove besoj keni dëgjuar kur i shihja tash në qetësi, ishte diçka e jashtëzakonshme, që nuk përshkruhet me fjalë realisht. Kur e sheh shtetin tënd që po luan dhe është shumë afër të futet në një event që shikohet nga mbi 5 miliard njerëz në botë dhe kupton sa afër je për me shkruar historinë. Ne jemi afru shumë, por na duhet vetëm një fitore për me mri atë cakun që askush nuk besoj se e ka imagjinuar. As vetë trajneri Franco Foda, as futbollistët. Këta janë përgatitur për kampionatet e ardhshme evropian më kualifiku, po kualifikohemi në botror, shpresojmë. Çfarë isha duke mendu para se me u fut në emision? Pse zorë kemi mendu pa gjumë. E kam vështirë edhe me u shprehje sepse që 2 net jam pa gjumë. Fiks. Po ky skenar që shka ngjatë, domethënë për me ardhur deri këtu është i jashtëzakonshëm. Do të thotë Shqipëria e eliminoi Serbinë, ja pamundësoi kualifikimin në Kupën e Botës, ndërsa na hapi rrugë neve të themi që të kualifikohemi në Kupën e Botës dhe Serbia do të na shikojë nga televizori e ne shpresojmë që do të jemi në kampionatin botror. Mendoni çfarë? Dhe është rritur entuziazmi se do ta kalojmë edhe sfidën me Turqinë. A pret që do të ndodhë një gjë e tillë? Patjetër, edhe pse Turqia duhet thënë që është favorit, por momentumi është i mirë, ekipi frymon si një, besimi është i madh dhe me të vërtetë po shihet që ata superyjet që në të kaluarën ne kemi menduar që nuk mundemi pa ta, po mundet ekipi edhe pa. Pra, edhe unë të thash edhe para studios, nuk kam një ekspertizë shumë të madhe në futboll, por djetë duke parë lojën, sigurisht tani një farë konstatimi se këta djemë që shënuan dje nuk janë yje në kuptimin e emrave të njohur dhe duket se po luajnë më mirë kurse është Zhegrova e kurse është Trashica e të tjerët që natyrisht kanë karriera shumë të mira dhe janë yje në vetvete, por sikur pak duke dashur dominuar, kam përshtypjen kështu. Nuk kam thash edhe një herë, nuk është se analizoj mirë futbollin. Askush nuk mund ta mohoj cilëtetin e tyre individual që kanë dhe normalisht që në këtë skuadër të Kosovës kanë vend për të luajtur, por meqense se ky sistem është duke funksionu, trajneri nuk është duke i pyet fare. Legjë është ekipi që fiton lund. Nuk e ka ndru, do të thotë as formacionin as sistemin e lojës. Unë isha marrë pak me lojën e djeshme, sepse do të kemi rastin të analizojmë Turqinë të ardhmen. 2 momente disavantazhi. Çka e dallon Kosovën kur është sot në disavantazh me Kosovën kur të kaluamën është në disavantazh dhe e dim se shkonin gjërat me njerëz si pranonim gol. Unë djej pyeta futbollistët se ku e gjetën motivin dhe si arritën me kthy 2 herë nga disavantazhi, madje me përmbys, sepse ti mund ta barazësh rezultatin 2 herë, por pastaj nga barazimi vetë kënaqësh dhe nuk e gjen themi atë motivin e madh për me sulmu sepse rezervohesh paksa. Por nuk u ndalën nga fillimi. Aksioni i golit të parë ishte i hatashëm. Besoj shumë që ka ndiku ky mobilizimi i madh edhe para ndeshjeve nga Federata e Futbollit, nga opinioni që i ka përgatit lojtarët me atë se çfarë kemi përjetuar më herët si popull, kur këta lojtarë nuk kanë qenë fare në këtë botë, por shumica e tyre janë të lindur pas luftës, por vazhdimisht është kujtuar të hekat që kemi pasur ne si popull dhe besoj që kjo ka ndikuar shumë në motivimin e ekipit. Po dorën zamër motori i motivimit në ekipit është trajneri i ekipit. Që marr parasysh Curinë dhe formën se çysh po menaxhon ndeshjet. Ka një diskutim që flitet kështu, që Franco Foda është trajneri padyshim më i mirë që e ka pas kombëtarja e Kosovës. Çka mendon ti? Asnjë dyshim nuk e kam në këtë, sepse edhe vetë kam qenë dëshmitar i shumë ndryshimeve që ka bërë në skuadër, në federat, madje isha në hotelin ku ishte vendosur kombëtarja e Kosovës, në hotelin e lojtarëve nuk kishte mysafir, nuk kishte as në doj, as në jazh. Zyrtar të Federatës së Futbollit dhe këtë ndarje e ka bërë Franco Foda. Në të kaluarën ka qenë mishmash. Kanë hyrë, kanë dalë qindra njerëz në hotel,
kanë nejt me lojtarët në ditën e ndeshjes, pra kanë qenë të shpërqendruar nga takimi dhe këtë disciplinë ka sjell Franco Foda dhe padyshim që është merit e tij. Çfarë mund t'ja atribuojmë tjera merita është që ka sjell lojtarët që menjëherë i ka integru. Albian Hajdari, menjëherë erdhi, nuk po vret mungesa e Amir Ramane që është kapiteni i kombëtarës. Fisnik Aslani po ashtu, menjëherë është integru dhe ka qenë shumë i rëndësishëm. Shënoi kundër Slovenisë, shënoi kundër Suedisë, shënoi edhe dje kundër Slovakisë. Super gol. Ndeshjet më të rëndësishme ka shënuar një lojtar që sapo i është bashku ekipit tonë. I kena pas do mungesa? Padyshim që kjo është merite e trajnerit Franco Foda. Qysh na gjen, kjo është pra, se këtë mungesa e lojtarëve yje dhe prapë rezultati tregon se këto krijojnë një sistem i cili funksionon. Por realisht brenda këtij sistemi një prej lojtarëve shumë të mirë dhe shumë të rëndësishëm është Leon Abdullahu, i cili mungoi dje. Qysh na gjen ndesha me Turqinë? Çfarë mungesa kemi? Kemi ndonjë mungesë? Fatkeqësisht na ashtu edhe një tjetër mungesë, Lumbard Delova, i cili mori karton të verdhë dhe nuk do të luajë për shkak që do të jetë i suspenduar. Kjo është një handicap i madh. Ende nuk ka ndonjë informacion. Dhe pati një entuziazëm për ta dhënë kartonin për jo penallin, a duket ajo një farë padrejtësia apo jo? Për mendimin tim ishte një penallti e pastë që ju mohu Kosovës, por në përgjithësi gjyqtari ka qenë në rregull, themi në ato vendimet tjera. Dhe me vërtet isha i lumtur ta sheja sepse nganjëherë gjyqtarët anojnë nga vendësi, automatikisht atmosfera e ndikon, por besoj që dje përpos asaj penalltie që Kronis po pajtohet se ka qenë. Kronis po pajtohet se ka qenë penallti, se ka disa kushte përmbush, cilat na i mësojnë në licencimin që i kena si trajner. Po Leon Abdullahu, Lumbard Delova, Amir Rahmani, kush tjetër na mungon? Apo a janë këta emra që mungojnë apo kthehet Leoni dhe Amiri? Ata që po i zëvendësojnë, këta që po mungojnë, po luajnë shumë mirë. Veldin Hoxha luajti shumë mirë dje. Ishte i jashtëzakonshëm një lojtar që me të vërtetë ka befastu mu se si Kroacia nuk e ka ftu. Një kohë gjatë besoj që Veldin e ka prit Kroacinë, me qenë se nuk u ftua, erdhi te Kosova. Por shumë mirë që ka ardhë, sepse në mungesën e Leon Abdullahu ai u gjendë shumë mirë dje dhe ishte me të vërtetë motori i skuadrës. Florent Muslia ishte fantastik. Pa ka qenë ndeshja më e mirë e tij për kombëtarin e Kosovës në këndvështrimin tam e Florent Musliës prej që lunë kombëtarin e Kosovës. Patjetër, por besoj që për shumicën e lojtarëve ishte ndeshja më e mirë. Sepse me të vërtetë si performancë nuk kemi parë kurrë nga Kosova. Në një ndeshje kaq të rëndësishme dhe me kaq shumë presion. Kjo e bëri të bukur dhe çka më pëlqeu më shumë ishte përkrahja e shqiptarëve që kishin ardhur në Slovaki. A pse po emocionohet edhe sot Jona, ato fol për ndeshjen e lemo dje. Besoj që kanë qenë mbi 7.000 shqiptarë të pranë. 7.000 shqiptarë. Sepse në momentin kur përfundoi ndeshja, slovakët u larguan menjëherë nga stadiumi dhe mbetën shqiptarët për të festuar dhe aty u vret se sa shumë duhet dhënë kredit edhe slovakëve, sepse nuk pati asnjë thirrje kundër Kosovës, asnjë thirrje pro Serbisë dhe ne e dimë që në të kaluarën slovakët me serbët kanë pasur relacione sidomos në nivelin e klubeve, kanë bërë thirrje kundër Kosovës, kanë përçuar edhe mesazhe kundër Kosovës, por dje u lejuan të gjithë të futen në stadium, u lejuan të gjitha simbolet, edhe flamujt e Kosovës, edhe flamujt e Shqipërisë, edhe thirrjet për UÇK-n u bën. Nuk u bë asnjë thirrje nga spikeri zyrtar që të ndalen, pra ishte një natë feste e shkruar nga Zoti për shqiptarët dje në Bratislav. A kthehet Ramani edhe Abdullahu? Asnjë incident nuk pati. Sinqerisht dhe kjo me të vërtetë na gëzoi sepse siguria ishte në nivele më të lartë. Dje në hotel shihja një numër shumë të madh të policëve civil të Slovakisë që përkujdeseshin për sigurinë e kombëtarës sonë. Dhe ajo m'jepte me një farë përshtypje që diçka mundet me ndodhë përderisa po sheh një numër aq të madh të policëve që në fakt ka qenë interesant edhe festa në qytet e tifozëve, të cilët realisht nuk kanë lajmëruar ndonjëri për ndonjë incident ani pse kanë pas dresat e Kosovës, kanë brorit Kosova. Po kthehen edhe një herë te mungesat. A den përveç Delovës kush na mungon dhe kush na kthehet për Turqinë? Tjetër mungesë nuk ka përpas Delovës dhe atyre që kanë munguar në ndeshjen e djeshme. Tash nëse do të aftoj dikë të ri, Foda mbetet të shihet, do të ketë disa ditë për të martën, pra do të luhet ndeshja finale me Turqinë, dhe ajo çfarë diskutohet më shumë tani është puna e biletave.
Se deri dje para fitores s'ka pas edhe shumë, do nësi janë shqit krejt, por naturisht nisën me dole ato që të rishqitëshin edhe njëherë rrjete sociale. Tash nuk shqitën më. Nëse do të poshtëshim dje kundër Slovakisë, do të luani mitësore në Prishtinë, kundër Rumanisë. Në fakt, Në këtë rast, kështu që nuk do të ishte interesim. Sigurisht edhe pse ata i kanë ble biletat, po besoj që po, deri para fitores, disa faqe që shiteshin për s'dyti herë, do të thotë në kuptimin që s'kishte zbesoni më askush se do të dilte me sidomos me këtë rezultat, por me njerë pas ndeshjes më erdhi një mesazh në Instagram që po shiten biletat pasportës 600 euro. po, në fakt që është të ndodhë stërshitja e biletave. Qysh po ndodhë kjo stërshitje? Sepse përveç para ndeshjes, edhe pas ndeshjes kemi realisht disa postime ku ofrojnë bileta me shit. Tash, nuk e di sakt numri i biletave që vendoset në shitje nga Federata e Futbollit të Kosovës, por ato janë shit në kohë rekorde. Brenda një ore janë shit të gjitha biletat, një numër të madh e ruan për familjarët e futbollistëve, për mysafirët dhe vetë federate që është e kuptueshme. Por tash njerëzit të cilët kanë ble bileta online e kanë mundësinë për mi shit ato, sepse vetëm QR kodi mjafton për të futur në stadium. Dhe tash njerëzit presin që t'u ashesin edhe turqve, sepse turqit janë gati 80 milion njerëz dhe ligjërisht i kanë vetëm 1000 bileta të rezervuara në stadiumin Fadil Vogri. Tash paramendoj çfarë invazioni do të ndodhë në Prishtinë në ardhmen e turqve. Sa gradë ishte dje? 4 gradë atje? Jo mërdhi dje. Jo mërdhi, jo boqull, sepse me të vërtet ishte ftohtë, edhe plus emocionet e ndeshjes, por kam vrapu shumë kilometra kam bë, madje njëherë jom këthy si me rësh në festa e golit të 4, sepse njëherë shkuan për të festu të një kënd, pastaj ju këthyn me njëherë goli 4 i Kreshtik Hajrizit, edhe më pëlqej të shumë mënyra se si festonin edhe lejtarët tjerë, besoj të se cili goli keni pa që të gjithë që kanë qenë rezervë, futeshin në fushë dhe vraponin. Shumë e bukur. Kishte i natë fare. Edhe ata që nuk kanë lu, kanë bo kogja shumë kilometra duke i festu golat me bashkëtar në fushë. Arlen, çka po pret për ndeshjes me Turqinë? Unë jam shumë optimist që ekipi mund të marrë një rezultat pozitiv. Ne dim që Turqia ka kualitet dhe lojtarë që luajnë në mega klube evropiane, si Real Madrid apo Juventus, dhe janë në formë të mirë. Por ne treguam që grupi është forca jonë kryesore dhe shpresojmë shumë që kështu të triumfojmë edhe të martën. Fatmirësisht e kuptuam këtë, që vetëm mënyrë ekipore arrin rezultatet. Edhe vetë ekipi nuk është që ka pas një farë besimi kaq të madh që e kemi këtë kvalitet dhe mund ta mposhtim Slovakin, apo Suedin, apo Slovenin. Pra, nëse ne para këtyre kualifikimeve do të mendonim që do të kalonim të dytit për fundit Zvicrës në grup, nuk besoj që dikush kishton po, apo pastaj të shkonim në play-off dhe ta mposhtim Slovakin. Por kjo është kualiteti që ka grupi dhe këtu do të ndërlidhesha me meritën që e ka dhe Franco Foda, sepse me të vërtet ai e ka shti ekipin me besu që mund të arrijmë deri këtu ku. Arlen, faleminderit shumë që ishe sot këtu, e kuptojmë natyrisht lodhjen dhe emocionet që ke përjetuar, por duhej domosdoshmërisht të ndani me publikun sot, një ditë pas kësaj feste. Suksese shqiptarëve, kosovarëve, të martën, atërë kërë të mbasë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi me të vërtet me pa dhe Kosovën që festonte me flamujt e Shqipërisë për post Kosovës. Pra si harruam. Ekipi jonë i pati 2 flamujt të Shqipërisë dhe një të Kosovës pas festës zyrtare që ishte në fund dhe nuk ka asnjë shtet tjetër në botë që feston kualifikimin apo fitoren kaq të madhe me një flamur të një shteti tjetër. Kjo tregon që Kosova është zemra e Shqipërisë. Dhe që Shqipëria nuk është eliminuar ende pavarësisht. A s'është eliminuar? Jo, është Kosova në vend të Shqipërisë. Ne mbajmë bajrakun e shqiptarëve në botëror mbase, shpresoj që ky gabim jam të ndodhë, të bëhet realitet, pra e ta shohim flamurin deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje edhe ku pritet të mbahet kampionati botëror. Vizën e kam marrë, jam përgatitur, kështu që shpresojmë ta kemi Kosovën atje. A bën një falenderim fund për djemët që na kanë zbarë fytyrën dje. Falenderit shumë gjithë atyre që kanë luajtur dje, natyrisht edhe trajnerit, ekipit përcjellës federatës, gjithëve që kanë bërë që ne ta përjetojmë kështu këtë fitore dhe shtetin tonë mbi gjitha. Patjetër, ajo që më ka pëlqyer më shumti është që kanë qenë shumë të rezervuar, nuk është që e kanë pasur një fitore shumë të madhe, sepse e dinë që ende asgjë nuk është bërë pa fituar me Turqinë. Po, edhe në deklarata ishte ashtu që s'kemi bërë akoma asgjë, kemi punë ende. Mirë,
Urime! Ta shohim se si po na shkojnë punët, është me Arlen Sadikun, Arlen do njerë faleminderit shumë. Grazie. Është koha që të ndalemi të flasim për një çështje e cila nuk na gëzon sa kombëtarës, shkëputemi shumë shpejt dhe rikthehemi në studio flasim pak për gjeopolitikën.